Në një deklarat për mediat, anëtarja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Liliana Kuçana ka deklaruar se në portin e Durrësit po zhvillohet një skemë e qëllimshme bllokimi dhe paralizimi të aktivitetit, e cila sipas saj synon të çojë drejt uzurpimit të një prej pasurive më të rëndësishme kombëtare. Ai akuzoi qeverinë Rama si struktura drejtuese të portit, se përmes justifikimeve teknike, si mungesa furnizimeve dhe vonesave artificiale në shkarkimin e kontejnerëve, po dëmtojnë funksionimin normal të portit dhe po krijojnë pasoje të rënda për ekonominë dhe qytetarët. Sipas saj, qëllimi përfundimtar është vendosja e aktivitetit drejt interesave private dhe favorizimi i një grupi të kufizuar përfituesish pranë pushtetit, duke cënuar kështu interesin publik dhe pasurinë strategjike të vendit. Prej 4 ditësh porti i Durrësit është i bllokuar. Është i bllokuar me pretendimin se nuk ka naftë për vinxhat, se ka mungesë stekërash, të cilat është thjesht justifikim. Kjo është e qëllimshme për të marrë pend portin e Durrësit, për të shkatruar dhe për të filluar nisjen e shkatrimit të portit të Durrësit në mënyrë që kontenjerët dhe anijet të zhvendosen diku tjetër, në mënyrë që shqiptarëve t'ju rritet edhe çmimi, sepse nëse do shkojnë dhe do ankorohen në një port tjetër, do duhet që çmimi i mallrave t'ju shtohet shqiptarëve dhe në shportën e shqiptarëve do ketë rritje çmimash. Unë do t'ju sjell edhe denoncimin tjetër i cili është bërë për 6 korsit e rrugëve. Ju e dini që tashmë është bërë me 3 korsi dhe pritet të bëhet me 2 korsi. Pra kemi të bëjmë me një vjedhje të pasurisë kombëtare. Porti i Durrësit është jetik jo vetëm për Durrësin, por është jetik për Shqipërinë. Është porta hyrëse dhe imagjinojeni sot në portën hyrëse, e cila ekonomia e vendit është e paralizuar prej 4 ditësh, kjo qeveri dhe ky kryeministër flet për Shqipërinë Europiane. Ky kryeministër flet për trenin europian në mënyrë të drejtë për drejtë. Akuzoj drejtorinë portuale të Durrësit. Akuzoj në mënyrë të drejtë për drejtë kryeministrin e vendit Edi Rama, se kjo është në mënyrë të qëllimshme për të bllokuar portin e Durrësit dhe për ta uzurpuar portin e Durrësit. Unë ju bëj me dije, vetëm pak metra më larg kemi aferën tjetër korruptive Velierën, nga ana tjetër kemi Titin, nga ana tjetër kemi portin e Durrësit. Pra Edi Rama ka vendosur që durrësakët t'i përzojnë natën, jo ditën. Kuçana ka deklaruar gjithashtu se do të jetë gjithnjë të pranishëm, jo vetëm në portin e Durrësit, por kudo ku ka cënim të interesit publik dhe interesit qytetar. Aq më tepër kur bëhet fjalë për një vjedhje e cila është pasuri kombëtare. Prandaj theksoj jo, kemi denoncuar dhe të vazhdojmë të denoncojmë vazhdimisht portin e Durrësit.